Unë e dëgjova dhe Adriatikun, po ose është i disinformuar, nuk e njeh çështjen, ose ka bën kualifikime të gabuara për t'u shmangur përgjegjësisë të autorëve të vërtetë. Plumi që ka godit tipin tim, Aleksin, është qelluar nga anë të gardës të jo nga plumët e armëve tjera të aferë. Po mund tjetë e përfund. Mendoj unë, nuk ta kam gabuar me senjave të profesionit se ai ose ato që thonë kështu, të kthehen në mbrojtës të vrasëve. Jo, si shkyqojmë jo. Është përguar me ekspertim, armët e vrasit e në bë me armët e shtetit, Gardës Republikës dhe jo me trofem armët e Saliut, sa ishte